Temperaturat do të arrijnë nivele të paprecedenta, bota përballet me super El Niñon, moti ekstrem drejt rekordeve. Shkencëtarët amerikanë kanë konfirmuar zyrtarisht fillimin e fenomenit klimatik El Niño, një zhvillim që pritet të ndikojë ndjeshëm në motin global gjatë muajve dhe viteve në vijim. Sipas administratës kombëtare oqeanike dhe atmosferike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, temperaturat e sipërfaqes së detit në paqësorin tropikal janë rritur ndjeshëm, duke krijuar kushtet për një nga ngjarjet më të fuqishme El Niño të regjistruara ndonjëherë. Parashikimet tregojnë se ekziston një mundësi e lartë që kjo të shndrohet në një super El Niño me temperatura që mund të kalojnë në 2 gradë Celsius mbi mesataren historike. Ekspertët paralajmërojnë se në kombinim me ngrohjen globale të shkaktuara nga aktiviteti njerëzor, fenomeni mund të çojë në rekorde të reja të temperaturave globale, veçanërisht gjatë vitit 2027. Ka 63% gjasa që El Niño të arrijë nivele shumë të forta gjatë periudhës nëntor-janar, duke renditur mes ngjarjeve më të mëdha të këtij lloji që nga 1950-ta, thot Agjencia Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike. Ndikimet e El Niños pritet të ndihen në mbar globin. Përmbytje të mëdha mund të godasin Perun, Ekuadorin, Afrikën Lindore dhe pjesë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa thatësira dhe zjarret pyjore mund të përkeqësohen në Australi, Indonezi dhe rajone të Amerikës së Jugut. Këto kushte rrezikojnë prodhimin bujqësor, furnizimin me ushqime dhe stabilitet ekonomik në shumë vende. Kjo ngjarje po zhvillohet mbi një planet tashmë shumë të ngrohtë për shkak të ndryshimeve klimatike. Për këtë arsye, temperaturat në rajonet e prekura mund të arrijnë nivele të paprecedent, paralajmëroi profesori Adam Scaif nga zyra meteorologjike e Mbretërisë së Bashkuar.